Mirë mbrëma zonja dhe zotrin, kemi nisur kështu edicionin e lajmeve në këtë të shtunë 3 maj dhe do t'jemi zbashku për gjatë këtyre 30 minutave. 10 tentime, 10 dështime. Ky është bilanci përpjekjes për konstituimin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. A sot partia që ka fituar zgjedhjet si pati numrat dhe dështoi në tentimin e dytë për ta imponuar votimin e fshet. E kur në foltore nga opozita deri djeshme dolën për ta kundërshtuar këtë veprim, kryesuesi i seancës Avni Dehari u tregua pak i ashpër me kreun e PDK-s Memli Krasniqin. Janë të paret që erdhen në sallën e Kuvendit të Kosovës. Paraqitja në orën 10:03 minuta në vendin ku po tentohet të zgjidhet udhëheqësi i këtij institucioni është bërë pjesë e rutinës së deputetëve të PDK-s. E procedurat që duhet i kryejnë janë të njëjta ashtu si përpjekja e 10 e partive politike për të konstituuar legjislaturën e 9 të Kuvendit. Tek 7 minuta pas tyre erdhën deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kurse deputetët e partisë më të madhe në Kuvend, vetëvendosjes sërish zgjodhën vonesën. Pas 16 minutave arritën edhe këta, të prirë nga lideri tyre Albin Kurti. Ky i fundit kaloi pranë opozitarëve sikur karrigët të ishin të zbrazëta. Krejt ndryshe veproi bashkëpartiaku i tij Glau Konjufsa, i cili u përshëndet përzemërsisht me kolegët të tjerë. Duke se këtë pozicion të tij e lakmonte pa Kurti, i cili e shikonte në distancë. Nga distanca një përshëndetje dha edhe kryetari i PDK-s për gazetarët. Të gjitha këto veprime bëheshin në kohën kur pritej të fillonte seanca. Paraprakisht kryesuesi Avni Dehari konsultoi me ushtruesin e detyrës së sekretarit të Kuvendit për të ikur shkeljeve kushtetuese. Edhe kësaj radhe, skenari ishte i njëjtë, synohej votimi për krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshet. Dehari duket se po ndishte me përpikmëri skenarin e partisë. Demokratike që ta propozoj kandidatin për antar komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Por një gjë e tillë u kundërshtua fuqishëm nga partia më e madhe opozitare PDK. Nëse keni propozoni kandidatin, nëse jo ta pretendojnë Mos e poni cirk këtë kuvend qytetarëve. Por Krasniqi fjalën nuk e përfundoi të tërë. Dehari shfrytëzoi pozicionin që e ka dhurat nga mosha për t'ia ndërprej fjalën kryetarit të PDK-s. Ky veprim e revoltoi LDK-n, e cila vendosi që të mos propozoj fare kandidat. Njëjtë veproi edhe AK-ja. Kurse përfaqësuesi i listës serbe u pengua paksa në fjalën e tij. Donse të vetëdijshëm se nuk i kanë votat, kjo pikë e rendit të ditës u hodh në votim për të dështuar. Kush është kundër? Kështu seanca u ndërprej e ajo e radhës u vendos të mbahet të hënën në ora 10. Në këtë seancë morën pjesë 106 deputet, ku mes atyre që mungonin ishin Duda Balje, Ramosh Haradinaj e Fatmir Limaj. Ato që nuk arritën t'i thonë në foltoren e Kuvendit, përfaqësuesit e partive që ishin opozit në legjislaturën e kaluar i thanë në hol të Kuvendit. Nga ty vetëvendosje u akuzua për veprimet antikushtetuese pas dështimit të 10 që të konstituohet legjislatura e 9. Veç 8 minuta do t'ishte koha që deputetët qëndrojnë në seancën e Kuvendit të Kosovës. Fjalët që nuk u thanë hapësirat brenda sallës shpërthyen jashtë saj përpara kamerave dhe mikrofonëve të mediave. Dështimi i 10 për ta konstituuar legjislaturën e 9 nuk kaloi pa akuza. Në vijën e parë të kritikës ishte kreu i PDK-s Memli Krasniqi. Albin Kurti nuk ka vota me u bë kryeminist. Dhe kjo është arsyeja themelore pse po e mban peng shtetin, pse po e mban peng Kuvendit. Sepse për ndryshe i bie që më e rëndësishme për të është Albulena Haxhiu, se sa 966.000 votues të Republikës Kosovës që kanë dhënë verdiktin e tyre. Propozimin që sërish votimi brenda seancës të jetë i fshet u quajt sërish shkelje ligjore nga LDK.
është shkelje ligjore dhe kushtetuese ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Dhe ne në fakt nuk do të votojmë dhe nuk do të bëhemi pjesë e një shkelje të tillë. Fajin për bllokimin e kuvendit e ka totalisht vetëvendosje edhe sipas AAK-s. Nuk i kanë votat për formimin e këtij komisionit, nuk i kanë votat për lojrat e tyre politike që po i bëjnë, dhe nëse nuk ndryshon qasje, kështu do të vazhdojnë dhe fajin është televizës vetëvendosje. Kuvendin të shtunën e vizitoi edhe Ramush Haradinaj, por nuk mori pjesë në seancë. Arsyetimi i Kadriajt ishte i qartë. Si kryetari një partie politike nuk mundet çdo 48 orë vit që ndroj kështu, duke pas edhe agjendat të tjera. Në këtë foltore zakonisht paraqitej edhe Hekuran Murati, i cili kësaj radhe u zëvendësua nga Donika Gërvalla. Kjo pasi mediat vendosën ta bojkotojnë ish-ministrin për shkak të një reagimi të tij skandaloz kundër medjave në rrjetet sociale. Në fakt, bojkoti ndodhi për shkak të këtij reagimi banale skandaloz nga deputeti Hekuran Murati, i cili jo për të parën herë shfrenohet me gjuhën e tij ndaj medjeve. E për qasjen dhe të tij dhe të partisë së tij kritika patën edhe partitë opozitare të mandatit kaluar të kuvendit. Kurse kolegën e Muratit që doli në foltore për ta zëvendësuar e bojkotuan edhe në një studio televizive. Kamerat ishin gati. Para tyre, pas dështimit të vazhdueshëm të seancës konstituive, dalin përfaqësuesit e subjekteve politike për t'i dhënë qëndrimet e veta. E para se të komentonin dështimin e seancave, përfaqësuesit e opozitës së deridjershme komentuan përkëtësimin e pozicionit të Kosovës sa i përket lirisë së medjave. Falënderim e zotim për gazetarët Pati Kreu i PDK-s Memli Krasniqi. Vlerësimi më i keq që kemi marrë ndonjëherë si vend e vlerësimi më i keq për cilin do shtet në rajonin tonë në Ballkanin Perëndimor, por më vjen të them që kjo në asnjë mënyrë nuk duhet shihet si reflektim i punës suaj, por në fakt është një akt akuzë për këtë qeveri, e cila tashmë edhe në raportet ndërkombëtare po vlerësohet si qeveri e diktatit. Shqetësim të njëjtën ndan edhe dy kolegët e tij nga LDK e AK. Neve na vjen keq për këtë dhe zotohemi këtu para jush që në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jemi gardian të fjalës së lirë. Faleminderit që po i përcjellni këto seanca maraton që po ndodhen të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Por këtë foltore si kolegët e tij se shfrytëzoi ish-ministri e tani deputeti i VV-s Hekuran Murati. Kjo pasi që komuniteti gazetarëve këtë të shtunë kishte vendosur që të ignoronte paraqitjen e tij. Shka kishte bërë një reagim nga ky një ditë më parë kundër medjave me gjuhë fyese e linquese që veç me një përfaqësues të popullit të nuk përkon. E duket se kur ai e kuptoi këtë nuk u paraqit fare në hollin e kuvendit. Pajrakun që lëshoi ai e mori ish-ministria e tani deputetja Donika Gërvalla Shvarc. Por paraqitjen e saj e bojkotoi televizioni shtat pikërisht për veprimet antimedjave të tyre. Donika Gërvalla, mirë po keni mundësi ta shihni, nuk do të dëgjoni, për shkak se kjo përfaqëson një parti politike, e cila po sillet në këtë formë në raport me mediat në Kosovë. Kujtojmë se një ditë më parë, AGK kishte dënuar ashpër sjelljen e truprojës së kryeministrit në detyrë për pengim të dhënshëm, që ja bën gazetarit e të shtat Genc Godance derisa ky fundit synonte të merrte një përgjigje rreth raportit të reporterëve pa kufi. Gërvalla, Murati, ish-ministrat e tjerë që tash kanë mandat deputeti po vlerësot se bashkë me shefin e tyre Albin Kurtin po bëjnë krim. Kjo pasi pas dorëheqjes po dalin në zyrat qeveritare. Kështu të paktën po i akuzon kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Hyrjen e ndroi, por në kuvend erdhi prap me qëndrimin e njëjtë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, sërish nuk dha asnjë përgjigje sa i përket themelimit të institucioneve në vend. Njësoj do të vepronte edhe e propozuara e tij për kryetare të kuvendit, Albulena Haxhiu. Para fillimit të tentativës së 10 për konstituimin e legjislaturës së 9 të kuvendit, deklarim për mediat, spati as kryetari i PDK-s Memli Krasniqi. Pritshmërit për seancën e së shtunës nuk i shpalosi as kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku. Në vend të tij foli deputeti Armend Zemaj, i cili shpresonte që VV të mos bie ndesh me kushtetutën.
po duhet kishte një zgjidhje nga partia e parë, Lëvizjave të Vendosja. Shpresoj që nuk do të shpikin ndonjë çështje e cila bie ndesh me rregulloren e punës së kuvendit ose edhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Derisa kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj para fillimit të seancës tha se ka dëgjuar se ka përpjekje për të shkuar me një figurë unifikuese për kryetar të kuvendit. Kam dëgju disha mushi, po tani ndoshta edhe nuk ka dita ende, po kam dëgju disha mushi që të ketë përpjekje për një kandidaturë unifikuese. E nga aty Haradinaj që dikur dha dorëheqje si kryeministër, ashpër e akuzoi Albin Kurtin pikërisht për veprimet e tij pas dorëheqjes. Po është krim, shkelja e ligjit është vepër penale dhe do të ketë kallëzim penal. Në anën tjetër, ani pse nuk kishin ndryshuar qëndrim, VV shpresat I kishin tek partitë opozitare të legjislaturës së kaluar për ta zhbllokuar procesin. Uroj që të ketë ndërru qëndrim opozita për zhblloku procesin. A ka me pas sa është të fshat prapë sot? E kapje të procesit e ka vlerësuar ngërqjen për konstituimin e kuvendit e Eugen Cakolli nga KDI. Këto komente Cakolli I ka bërë pas dështimit të krijimit të Komisionit për votim të fshehtë të krye parlamentarit, propozim që ka ardhur nga kryesuesi I seancës Avni Dahari, duke thënë se kur diçka e tillë dështon duhet të zbatohet votimi publik. Seanca nuk mund të pezullohet në mënyrë të njanshme nga një rol me mandat kufizuar procedural, aq më pak kur tashmë është devijuar nga rendi I ditës. Kryesuesi nuk është as vendimarrës politik, as negociator, por ka vetëm detyrë ta përmbyll konstituimin, ka thënë ai mes tjerash. Tutja I ka thënë se edhe çdo shmangje dhe instrumentalizimi I procedurës për të zvaritur procesin është abuzim procedural që cënon funksionimin demokratik të kuvendit. Ngërqi institucional po shihet me pasoja edhe nga ata që merren me ekonomi. Kryetari I Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shpreh se vendi ynë humb mundësi të mira për zhvillim ekonomik dhe integrim ndërkombëtar me vonesat që të krijojë institucionet. Vonesa në krijimin e institucioneve të reja në vend mund të sjellë pasoja të rënda. Kështu po vlerëson kryetari I Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Sipas tij, Kosova po humb mundësi të mira për zhvillim ekonomik dhe integrim ndërkombëtar. Duke nisur nga zhvillimet aktuale gjeopolitike, humbja e mundësive të ndryshme, po natyrisht edhe kërcënimet të cilat mund të paraqiten në rastin e Kosovës, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, domethënë fuqizimit sektorit privat, tërheqjes së investimeve të huaja, edhe investimeve amerikane dhe investimeve të tjera të huaja. Sipas Zekës, çdo ditë e humbur pa institucione funksionale është një hap mbrapa për vendin. Secila përpjekje dështuar natyrisht është ditë e humbur, edhe është mundësi e humbur për Kosovën që të deblokojë mundësitë e saj zhvillimore, që të pengoj më tej avancimin e Kosovës edhe në aspektin aspektin ndërkombëtar. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë po ashtu listoi edhe çështjen e tarifës doganore për produktet amerikane si shembull konkret të dështimit institucional për të marrë vendime të rëndësishme. Një shqetësim tjetër po adresojnë nga ambasada britanike në Prishtinë, të cilët janë shprehur thellësisht të shqetësuar për rënien e Kosovës në indeksin botror të lirisë së medias reporterëve pa kufi gjatë 2 viteve të fundit. Nga ambasada është kërkuar nga qeveria e re e Kosovës që të mbrojë dhe ruajë forcën e institucioneve të saj demokratike, duke përfshirë edhe sigurimin e një ambienti të lirë dhe respektues për gazetarët që të kryejnë punën e tyre etike. Tutje ambasada ka kërkuar nga qeveria që edhe të bashkëpunojë me median dhe organizatat e shoqërisë civile për hartimin e një ligji të ri për Komisionin e Pavarur të Mediave. Derisa dje u mor lajmi I keq për përkeqësimin e lirisë së medias, sot është shënuar dita botërore e lirisë së shtypit. Në panelin e organizuar nga Asociacioni I Gazetarëve të Kosovës me rastin e kësaj date, u theksua nevoja për mbrojtje më të fuqishme ligjore dhe institucionale të gazetarëve. Një ditë më herët Kosova kuptoi se ra 24 pozita në indeksin botror të lirisë së shtypit. E në ditën ndërkombëtare për këtë kauzë, gazetarët kosovar kërkojnë mbrojtje më të fortë.
Sidomos kur të premten, nga truprojat e kryeministrit në detyrë u manifestua një sjellje brutale, duke u cënuar fizikisht gazetari i T7 Genc Godanci. Që rasti Gencit, kolegu Djeres qarojt mas mirë të këtë situatën që jemi bu përballë pothuajse çdo ditë, mund ka rastis kryeministin kurti me përcjell shumë shpesh apo me prit për me marrë një përgjigje, sidomos për kohën e fundit ku jemi ballafaqur me situatën në kuvend, por që jemi të pa një mungesë të mos transparencës. Kurse juristët kritikuan trajtimin e ngadaltë të padive që gazetarët bëjnë nëpër gjykata. Duhet të kemi parasysh se sistemi i drejtësisë duhet jetë më efikas. Nuk ka dyshim që sistemi i drejtësisë është shumë më efikas se që ka qenë më herë, por nuk ka dyshim që kemi shumë për të ndryshuar, për të avancuar sistemin e drejtësisë. Nuk mjafton prokuria të trajtojë rastet në afat ligjor, për shkak se një hetim penal mund të kryhet brenda 2 viteve. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore, Agron Bajrami, kodi i ri procedural penal ofron mundësi që gazetarët të ankohen nëse rastet e tyre nuk trajtohen brenda 1 muaji. Në panelin e organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, u theksua se kur më parë nuk ka pasur sulme kaq të ashpra ndaj mediave nga ndonjë qeveri. Nuk ka asnjë diskutim që nuk ka pasur asnjëherë fushat kaq të egër dhe të orkestruar nga një qeveri kundër mediave dhe kundër gazetarëve për shkak të punës së tyre, për shkak të opinioneve të tyre, për shkak të lirisë së shprehjes. Ndryshe nga vetëvendosja, Partia Demokratike e Kosovës në ditën botërore të lirisë së shtypit ka shprehur mirënjohje për gjithë gazetarët dhe punonjësit e mediave në vend. Nga kjo parti është thënë se rënja e Kosovës në vendin e 99 sa i përket indeksit botëror të lirisë është përkeqardhje. Kjo rënje nuk është faji gazetarëve, por pasojë drejt për drejt e një ambienti represiv të frikës dhe shantazhit që kjo qeveri ka krijuar për mediat dhe profesionistët e informacionit, thuhet në reagimin e PDK-s. Kjo parti po ashtu ka thënë se pushteti aktuali i vetëvendosjes ka zgjedhur të sulmoj gazetarët, etiketoj ata, të injoroj pyetje të legjitime dhe të favorizoj propagandën mbi transparencën në vend të mbështetjes së gazetarisë së lirë. Këtë presion të pushtetit ndaj gazetarëve po e problematizojnë edhe nga shoqëria civile. Lëvizja fol përmes një komunikate për media ka shprehur shqetësimin e thellë për gjendjen e lirisë të mediave në Kosovë, e cila vazhdon të përkeqësohet. Fol në reagim thotë se raporti i reporterëve pa kufi e ka vendosur Kosovën në rangun më të ulët që nga pas lufta, duke shënuar rënje të theksuar në indeksin global të lirisë së shtypit. Lëvizja folë shpreh shqetësim të thellë për lirinë e medias që po përballet me kufizime, linçime dhe mungesë të transparencës nga ana e institucioneve shtetërore ndaj mediave dhe gazetarëve, dhe rikujton se liria e medias nuk është vetëm një detyrim ligjor, por është një nga shtyllat e demokracisë dhe si e tillë duhet të ruhet dhe respektohet nga gjitha institucionet e vendit, thuhet në reagim. Lëvizja foli ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të tjera të ndalojnë çdo formë presioni, ndërhyrje ndaj gazetarëve dhe të krijojnë një kulturë të bashkëpunimit me median si partnere për transparencën dhe informimin e qytetarëve. Shkojmë tani në Zyrit të Zvicrës për të thënë një lajm që ka arritur në para disa momenteve. Bëhet fjalë për një burr me prejardhje nga Kosova që është goditur me thikë dhe është plagosur për vdekje në një apartament në Dietikon në Zyrit të premten mbrëmje. Policia tashmë ka arrestuar një të dyshuar. Viktima e njoftoi vetë policinë kantonale të Zyriut pak pas orës 23. Ka njoftuar ky institucion të shtunën dhe ka transmetuar Albinfo. Policët që u dërguan në vendngjarje gjetën 43 vjeçarin plagosurën në apartamentin e tij përkundër ndihmës së menjëhershme. Në ringjallje kosovari ka ndruar jetën nga plagët e marra. Sipas raportimeve, një burr 56 vjeçar nga Uganda dyshohet se ka kryer krimin. Ai është arrestuar pak më vonë në stacionin e trenit në këtë vend. Rrethanat e sakta të krimit dhe motivit janë aktualisht të paqarta, ndërkaq që policia e kantonale e Zyriut dhe zyra e prokurorit publik për krime të dhunshme kanë filluar hetimet. Me këto lajme nga sporti, kemi mbyllur edhe këtë edicion informativ. Gjithju që ndatë këto momente me ne për të informuar. Faleminderit dhe mirëmbëjtje.